Pra që bëhet fjalë për aktorin shqiptar Elvis Pupa dhe bashkëshorten e tij Belina, të cilët akuzohen në Australi për shtëpi bari. Mediat australiane shkruajnë se influencuesës dhe terapisës Belina Pupa dhe partnerit të saj janë zbuluar 43 bim kanabisi në një pronë atje dhe një lidhje paligjshme rjetit të energjisë elektrike. Redia, nëse po më dëgjon, faleminderit shumë për inkuadrim dhe nëse mund të na tregosh se çka ka të vërtetë sa i përket këtyre lajmeve. Përshëndetje, sigurisht që lajmi i Elvis Pupos dhe bashkëshortes së tij Belina Pupa ka vizituar median tonë, por nuk është një lajm i prodhuar duke ironizuar dhe pak faktin në reagimet që të dy kanë pasur duke akuzuar që media po e keq përdor, por është një lajm që ka ardhur nga një portal apo një media shumë profesioniste në Australi dhe ku flitet në terminologjinë e përdorur, ato e kanë përcaktuar si një perandori kanabisi, ku ndërkohë siç edhe ju e cektuat, flitet për 43 rrënjë kanabis, por në reagimin që Belina Pupa ka thënë, bëhet fjalë për një banesë që ka qenë në emrin e saj për shëndon me qira. Është një proces që po vijon, Belina Pupa është lënë në gjendje të lirë, por është ndaluar që të dalë nga Australia, e ka dashur ndoshta të vinë në Shqipëri ose të shkojë në Amerikë për shkaqe pune, por është ndaluar. Nga ana tjetër, nuk e di nëse ka një urdhër arresti ndërkombëtar, pasi Elvisi ka treguar që është në Shqipëri prej një muaji i angazhuar nga ana profesionale. Është një detaj i cili duhet përmendur që Shqipëria dhe Australia kanë marrëveshje ekstradimi dhe nëse do të ketë një shpallje për ta arrestuar, nuk e di nëse do të jenë forcat e policisë shqiptare që do ta arrestojnë dhe ai do të dalë përpara gjykatës. Por është një proces që ende po vijon. Po, ndërkohë ka pas ndonjë reagim nga protagonisti tjetër, nga Visi? Patjetër, unë e tregova, ai ka treguar që është në Shqipëri, kërkon një mirëkuptim të mediave që të mos e keq përdorin apo të mos përdorin. Si ishte reagimi gruas ky, prandaj pyeta se nuk e dëgjova që ishte Visi ai që ka thonë që mediat po e keq përdorin këtë lajm. Po, është Visi ai që e ka thënë këtë në një reagim pa treguar se ku ndodhet, ai ka postuar dhe një video me datë 26 duke mbjellë në tokën e tij perime, pra duke pasur një jetë normale dhe pa pengesa. E qartë. Ndërkohë, Redian, cilat janë të rejat nga Shqipëria? Sot do të publikohet kënga e Eglit, e titulluar Jetë. Pa diskutim do të jemi të gjithë me sy e vesh për ta dëgjuar dhe për të kuptuar se çfarë mesazhe do t'japi, pasi që pas daljes nga Biku ka qenë në një heshtje thua zgjedhore Egli dhe nuk ka reaguar as pak në lidhje me gjestin, në këtë marrëdhënie që shumë po komentohet edhe protagonistët po flasin pak, po nga ana tjetër gjesti nëpër koncerte edhe ka treguar apo edhe ka ngacmuar, siç ishte së fundmi në Zvicër, ku i dhanë dhe një dhuratë për Eglin, ai tha pa merak si do t'ia çoj. Ndërkohë që edhe këtë javë do dalë dhe kënga e Gjestit, do dalë dhe kënga e Jozit, pra do të kemi një javë që kemi çfarë të komentojmë. Pas ka zhvillime, do thotë kemi javën e gjatë me këngë. Ndërkohë kënga e Eglit, se natyrisht si gazetar besoj që ke ndonjë informacion, është kjo një dedikim për Gjestin apo ka diçka të bëjë teksti me historinë e Eglit dhe Gjestit? Padyshim që Fifi si autore e tekstit dhe muzikës besoj që është inspiruar nga gjithë rrugtimi që këta të dy si çift kanë pasur në Big Brother. Duhet ta dëgjojmë sot ku të publikohet dhe besoj që do ta komentojmë herë tjetër, por nga kjo përgjigje po e shoh që ke informacione, po i mban, a? Po jo, po sigurisht që do ta lidhin edhe me anën e Gjestit, se lidhen ajo ka publikuar O Jetë siç i thriste në Big Brother apo nuk ta fal. Pra janë detaje që do e mos edhe nëse nuk është bërë specifikisht, e lidhi me të gjithë situatën dhe nuk i shmangen dot dhe patjetër që edhe ato do ta përdorin për sa kohë unë thash që kanë qëndruar në heshtje dhe tani do ta shesin muzikën e tyre. Po, m'duket që edhe Fifi ka pas një reagim që saktësisht nuk po e di për çfarë. Ndoshta nga fansat e Gjestit dhe Eglit, diçka që kërkoj falje se nuk jam tiktokere profesionale. Jo, ka qenë një video për TikTok që fliste për eksat, është më duket një trend ky i kësaj muzike, por që nuk ka të bëj fare lidhje me po, se në fakt ka i djaloshin mbrapa u aludua që është Gjesti. Në fakt ishte me kapel njëri që po kërcante, po nuk ishte Gjesti, a?
Jo, nuk ka lidhje fare të bëjë me këtë situatë, nuk besoj që Fifi përfshihet në të këto lloja situatash, thjesht ka qenë një situatë komike e saj me Eglin dhe kaq. Po, ndërkohë vizita e Jozit si mysafir në një aheng në Kosovë bëri buje edhe kjo. Pa diskutim, paçka se doli nga formati me një situatë jo të këndshme dhe të dënueshme, jeta vazhdon, ai ka kërkuar falje edhe publikisht Gjesti, detyrimisht ai është i lirë për sa kohë drejtësia nuk e pengon të lëvizi, ai është i lirë të shkojë kudo që e thrasin, por e çuditshme është nëse ai do ta nxjerrë këngën me datë 29, siç ka treguar, pas edhe Gjesti përflitet që me datë 29 do të nxjerrë këngën. Ua, do të kemi publikimin e këngëve në të njëjtën ditë. Kush kujt po i bën disk këto? Unë e kam parë disi që edhe Jozdi me disa thumba mundohet që të kapi vëmendjen, kurse Gjesti s'ka nevojë për thumba, pasi siç është vetë shpallur Kingi e ka të gjithë vëmendjen, çfarë do lloj gjë që bën shndërrohet në lajm. Po, nga këtyre që kanë dalë nga Big Brotheri, kush po duke që po korë më shumë të suksesi, që është më i pranishëm edhe në media edhe ka sukses edhe në profesionin që e kanë? Pa diskutim Gerta dhe Loredana. Gerta një gazetare dhe një personazh që edhe unë e kam mbështetur në Big Brother, është pjesë e emisionit Goca dhe Gra në Top Channel dhe ka një, le të themi, paraqitje shumë të mirë, pasi edhe e kanë kritikuar, po edhe e kanë nënvlerësuar për gjatë qëndrimit të saj në Big Brother dhe po tregon që është një Gerta shumë e arrirë në aspektin profesional. E sa i takon të tjerëve janë zhdukur ose po merren me gjëra që nuk është se kanë shumë impakt tek publiku. Po, ndërkohë Loredana tu duk në siklet kur e pati Jozin mysafir? Loredana unë e kam parë dhe e kam ndjerë të sinqert simpatin apo ndjenjën që e ka për Jozin. Ishte disi në siklet, pasi është ajo situata që ata të dy dolën nga shtëpia, i shikoj të sinqert dhe nuk i shikoj që janë njerëz që duan të shfrytëzojnë njëri tjetrin dhe nuk e kanë prekur fare lidhjen e tyre që ku kanë dalë nga Big Brotheri, apo të krijojnë apo të hedhin le të themi situata nëse apo nuk janë bashkë. Pra nuk po e përdorin fare si gjë. Ndërkohë, Redion është e pashmangshme të flitet edhe për disa organizime që po bëhen tash në Shqipëri, e patëm edhe DJ-n në sheshin Skënderbej nëse nuk gaboj. Si shkoi ky organizim? Duke që pati shumë interes që t'jem prezent. Patjetër, Tirana tashmë është kthyer në një qendër europiane përpos politikës që samitet po mbahen në Tiranë. Tani Tirana është kthyer edhe në një mbledhje të gjithë artistëve ndërkombëtar, siç ishte edhe i fundit DJ Orhani, i cili krijoi një atmosferë të magjishme në Tiranë, ndërtoi edhe këngën më virale që ka artistja jon Tajna, si ai, që është kthyer padyshim në një hit global, ai sa u postua edhe nga kryeministri Edi Rama. Po, ndërkohë edhe Gjeneta mori vëmendje aty që ishte mbrapa skenë. Po, Gjeneta, disi si marrë vëmendjen është e kudo ndodhur, të shikojmë si do të vjojë rrugtimi i saj, ndoshta i futet edhe ajo muzikës. Nuk i dihet, qysh ka fillu Gjeneta me qenë prezent gjithkohë nuk i dihet. Redion, unë të falenderoj shumë për këtë paraqitje drejt për drejt edhe këto përmbledhje që na i bëne nga trejat e fundit Shqipëri. Shumë kënaqësi si gjithmonë. Ishim kështu me gazetarin Redion Shtylla nga Shqipëria, folëm pak për showbizin dhe zhvillimet e fundit atje, ndërkohë që mua nuk më mbetet asgjë tjetër, veç t'ju falenderoj që qëndruat gjatë këtyre orëve bashkë me mua për të njohur me gjitha gjërat aktuale që po ndodhin në vend, rajon dhe botë.